Shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara kanë bërë një hap të madh përpara në zbulimin e sëmundjeve gjenetike tek bebet e posalindur. Mjekët e Children's Mercy Hospital në Kansas City kanë arritur që të analizojnë dhe të ndajnë të gjithë kodin gjenetik të foshnjeve nëpërmjet një procesi intensiv 50 orësh. Në kushte normale, ky proces kërkon të paktën një muaj kohë. Sipas ekspertëve, kjo është një arritje e rëndësishme shkencore. Studiosit amerikan shprehen se më shumë se 1/3 e të porsalindurve në këtë vend kanë sëmundje gjenetike të shkaktuara nga mutacionet në ADN. Zbërthimi i shpejtë i gjenomit bën të mundur që një pjesë e mirë e këtyre sëmundjeve të diagnostikohen menjëherë në mënyrë që të vijojë kurimi, si dhe familje të njihen me problemin e fëmijës sa më herët. Problem mbetet kostoja e lartë e këtij procesi, që shkon deri në $13,500. Pavarësisht arritjes, mbeten ende rreth 3,500 sëmundje të ndryshme gjenetike që mbeten shumë të vështira për tu diagnostikuar. Sandy Kozel, The Associated Press.